Ton Umar radhiyallahu tha për të akt që ishte dobësim dhe tërheqje dhe dorëzim. Jo. Po. Imagjino tani imagjino se si do jetë pra situata sot. Njerëzit nuk kanë gradën e Umerit. As në devotshmëri, as në dija, asgjë. Dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. E kanë në të vendin e vet pozitë. Problemi është që ndërtohet në paragjykime, ndërtohet në akuza. Nuk ka argumente, ha? Ora më thotë mua njëri, është ai hyri atje bëri kështu, foli për këtë, ora diti dosjen ti thashun, diti e brendsi. Atëherë dalim ke akuzat, ke paragjykime dhe ke shpifjet. Pa fakte, pa asgjë. Si në argumentet, shikoj. Paktën thotë nuk di gjë, nuk e di, nuk flas. Sepse një fjalë e cila ti e thon me emocion, mund të prishi. Pra, akti që ndodhi në kohën e Sallam që u kthyen mbrapsh, nuk shkuan për të bërë umren, dhe shumë sahabë, dhe ndërta ishte Umeri pa radhiyallahu anhu që tha, a jemi në të vërtetën apo s'jemi në të vërtetën? Që të kthehemi mbrapsh? Po që tha dhe vllai, atë që shikonte për Sallam nga premtimi i Allahut, ishte tjetër. Kishte shlirim. Ishte zgjidhja e vërtet. Prandaj është shumë e rrezikshme që ne të flasim për çdo gjë. Por të sigurohemi, për shembull, pse e tha dhe si e tha. Dhe jo ti nuk je detyruar të flasësh për çdo gjë një herë. Kjo është e çuditshme. Jo më vëlla, ti është diçka. Ke dy gjëra që do të shtyt për të folur. Diçka që lidhet me ty dhe ke mundësi ta bësh. Diçka që ke mundësi është aty afër. Ka të bëj me realitetin tënd. Dhe ti ke mundësi ta ndryshosh, bësh diçka. Po kjo nuk kemi sport tonë. Unë jam me Juventusin, ti me Milanon. Edhe ti je me atë, me bëjmë tani me pra tifos Luk. Jo. Çështja është më e madhe se ç'mendojmë. Të dashur vëllezër, me ndryshimin e mendimeve bëhen gjëra të mëdha, qoftë shijat, qoftë mirat. Fillohet dhe përpunohen pra të rit dhe kapin këto gjëra më që spikatët i riu, që dallohet, që është emocioni i tij. Dhe përmendin kështu bën akuza të tjera ato pa fakte, dhe ndërtohet ajo mendimi i keq që tha vllai, të mendosh keq për dietarët, thosh tradhtarët e fesë, ata nuk thënë të vërtetën, dhe dietarët të vetëm ato që janë në burgjet. Kriteri, do të jesh burgaxhi. Do të jesh në burg. Që është në burg? Pra kjo është këtë, i bën të imi ka qenë në burg, i mamën të qenë në burg, atëherë ata që janë në burg janë dietar. Hajde për kufisim. Po jo. Atëherë si është mundur që Imam Ahmedi ishte në burg? Po s'tha një herë popullit dilni ju kontra Ma'munit. Po vetëm se këshillën. Dhe këshilla e çfarë? U bë burrore. E shfaqur e dinte dhe e tha në sy. Që ky mendimi është ndryshe nga ty. Dhe s'u të ndryshe. Se kjo është e vërteta. Dhe doroj deri në fund. Dha shembullin e mirë. Dhe çfarë? I ndaloi popullin, mos dali me u dert gjaku. Pastaj historia e Uthmanit është madhështore. Uthmani radhiyallahu anhu nuk kishte fuqi, kishte frikë, kishte fuqi të vetën. Jo. Po u ndal. Tha, dhe ç'a tha? Kam frikë se mos e mund i pari që bën shkak për derën e gjakut musliman. Ç'a flasin për gjëra madhështore, mëdha që shkaktojnë problematika. Japin fatva, e japin tonë dietarët janë kanë pesh. Si mundesh ti të bësh llogarinë ti aty dietarit të sfalet kletat ti ai. Ora ti një familjen tënde s'po drejton dot, i familje, ke 3 fëmijë që janë të prap, 3 fëmijë, dhe ti detyrohesh bësh diçka ndryshe. Ose ke një shoqat, ke një shoqat. I drejtoj shoqat, je drejtori i shoqatës. Për shkak çfarë thua, kam presione nga këtu, nuk mundem bëj tën, dhe toleron këtu, toleron atje. Apo jo? Ti ku je në krahasim me kë? Krahasim me një shtet.
siç është për shumë Arabia Saudite, që është vendi që sulmohet më tepër sot. Unë kam jetuar 22 vite atje. Është vendi që synohet për keq më shumë nga jashtë. Synohet sepse është vendi i vetëm që ka mbetur me ato të mira që ka. Pra, me përhapjen e besimit, dietarët vetëm edukojnë. Dhe disa thënë kështu, tallë me kurset. Kurse. Pse më kurse? Pse s'ka pas kurse? Pra, kohën për Zotin. S'ka pas halakat? Plot kanë qenë. Koha për Zotin ka qenë me mësime në xhamia, xulafat po ashtu, mos xulafave, tabiinët, gjithçka kanë qenë. Po ç'i ka ardhur hadithi? Në lidhje se kush ishte shkaku i kujt? I ardhes i dhujtarisë. Nga Ademi alayhis salam deri tek nu, 10 sheku ishin të një feje, të një besimi të tauhid. Pastaj çfarë bëhet? Ishin disa njerëz të mirë, ndruan jetë dhe ndërtuan për kujtimore tek varret e tyre, jo për t'i adhuruar. E kishin besimin, por për kujtuar ta njerëz punën e mirë që ata vepronin si ata. Brezi i parë që e bëri këtë, i bëri një bidat. Brezi i mirë bidatit. Pastaj brezi i dytë, brezi i tretë vjen teksti i hadithit. Fenusi el ilm, dhu harudia. Dhe u adhurua. Mbajtja e dijes vërtet, e cila shqirohet me punën, me kuptimin, meditimin dhe punën, është shkak për mbajtjen e fesë. Humbi dia, humbi feja. Prandaj është shumë e rëndësishme që besimtari të jeti kujdesshëm në lidhje me atë që ai flet. Dhe përhapja e dijes, që është një mirësi shumë e madhe e Arabisë Saudite, përhapja e tauhidit, shkollat atje, nga klasa e parë deri në shkollën e lartë vit fundit, mësojnë tauhidin dhe Kur'anin. Dhe i cili është në një shkencë, pra është në një degë shkencore eksakte, e ka orën e Kur'anit detyrë, një pjesë, ai sa i takon. Ka detyrë një orë në akide, dhe në fakultet që mëson fizikën ose IT-n. Xhamiat janë plot verës dhe dimër. Plot, kënaqesh, nuk ka pamje më të bukur kur aty Sheikh Abdurrazaku, para ti babait i Allahu e ruajt, Sheikh Abdul Sabat në harem në Nebawi, nuk ka pyesni këtë duash, kush e ka shijuar. Nuk ka mirësi më të madhe, sidomos mas sabaut të ulesh dhe të prezantosh mësimin e një dietari si Sheikh Abdurrazaku, të ulesh atë të përfitosh. Për çfarë kemi nevojë më tepër? Për dijen e dobishme nga Kurani dhe Sunet, dhe për punën e mirë, dhe për hapjen e kësaj dije, dhe durimin në të treja. Çfarë kërkojmë ne më tepër? Si quhen banorët e Hendekut? Si konsiderohen? Të fituar apo të humbur? Jo, të fituar. Ata u vranë u dogji për fituan. Cili është fitimi? Nga mosbesimi në besim. Pastaj të një iku. Iku 10 vite para, që ndryshoi? Po vdiqën në çfarë? Në tauhid. Magjistarët e Firaunit, mëngjes, njerëzit më mohues, më të shi. Ço bën darkët? Pas dite? U bën njerëzit më të afërt tek Allahu. Pastaj ço bën? U vranë. Po, a humbën apo fituan? Fituan. Atë koncepti i fitore, cila është triumfit. Është që ti je në fe deri në fund. Ti eduko vëllezër, edukoni njerëzit. Mjafton shoqërinë tënde. Mos u ndërprisni edukimin, kish do kush. Mënyrën më të mirë, bëhu ilaç për njerëzit. Njerëzit kanë probleme psikologjike, shpirtërore, kanë lloj hallesh ekonomike, familjare. Hy e dialosh me mbretin.
Bëhet pyetja. Kërkimi i dijes është detyrë. Pastaj, masaj cila është detyrë? Mas dijes, cila vjen? Vepra. Abdurrahman? Vepra. Pastaj mas vepra, cila vjen? Thirrja. Ka ndryshim midis këtyre treve në detyrim? Është për shkallëzimi, po. E morëm edhe sot. E para, dija. Pastaj vjen puna. Pastaj vjen thirrja. Mase ti e mësove diçka. E punove. Dhe vjen çështja grada e thirrjes. Detyrimi për thirrjen është më pak në pesë se detyrimi i dijes dhe i punës? Jo. Qa i thot dietari djaloshit? Kur i shikon që aja arriti tani që me gurin, arriti jekinin, arriti dijen. Qa tha? Amruke akbar min amri. Unë tani e kthejt, e fsheva çështën time. Kam dijen, mësova. Po isha në gjendje nuk arrita të gradën tënde. Të arrit ti të dha Zoti sukses pa atë guximin, nuk qëndrove. Prandaj dhe shakhsia Muhammed ibn Wahabi dallohet është shujtur shekulli Islamit me temie. Pra dietari i Islamit Muhammed ibn Wahabi jo për dijen e gjerë, për guximin që kishte dhe xhelozinë që kishte për ndryshimin e të keqes, shirkut dhe ftesën në adhurim. Ishte xhelos i madh për fenë Allahut azza wa jall. Dhe guximin që kishte. Djaloshi për moshën që kishte, freskinë e besimit, dolin pa, spyti. Dhe patet të përfundim. Dhe tha, është e fjala që thot dietari, tani ti ke një çështje tjetër, do sprovohesh. Më të madhe. Prandaj, detyrimi i dawës, ndaj nesh, në lidhje rreth parë me veten tonë dhe me familjen, fillon. Dalim ke prapë ai që folën në fillim. Pastaj dhe shoqëria është, pra, për familjen është detyrë ajn për ty. Edukimi i tyre, dhe këshillimi i tyre dhe ftesa e tyre. Pastaj në shoqëri shkon nga shkalla e kifajes, ose mustahabit, ose krahas edhe ajn. Pra, mbi çdo person. Prandaj 4 pika që përmend Muhammed ibn Wahabi para se të filloj të shpjegoj 3 parimet, janë këto: dija, puna, thirrja dhe durimi. Në to treja. Thirrja është domosdoshme për besimtarin, siç është domosdoshme edhe dija dhe puna. Vetëm se ka diçka që ndalon. Diçka që ai nuk është për shkakun në lidhje me thirrjen ose me ftesën ose me urdhërimet e mira. Ato që në përmendën faktorët ose shkaqet ose gjendja. Por se në origjinë themi domosdoshmëria e thirrjes është e njëjtë me domosdoshmërinë e dijes dhe punës. S'mundet njeriu besimtar të jetë i heshtur ndaj të keqes. Dhe të jetë i heshtur ndaj të mirës, pra të duash të mirë ndaj të tjerët. Pra mundet një besimtar që do Allahun azza wa jall, do fenë e tij, do profetin sallallahu alajhi wasallam, të jetë i heshtur te shoqëria që e rrethon, që është në të kundërt, dhe ta shikoj gjë në normalitet. Për shumë, unë subhanallahu më të merron ndonjëherë ajo më kap një lloj ankthi ose frike kur dal në Elbasan, dhe dije që shumica janë jo praktikant, jo praktikant. Ose janë në të kundërt të tonë. Të ndihem rahat, normal. S'ka gjë, do ka të rronë në time, unë vazhdoj, unë jetën time, hapi dhe unë, rri me ata. Pra, unë s'rima me shpim ata, për las me qytet. Shoqëria ime ajo. Tani, në një farë mënyre, o ata do bëjnë dawë mua, o ti atyre. Dhe mos mendo se heshtja atyre dhe heshtja jote nuk është veprim. Është i presion që i ti o i bën atyre o ta bëjnë ty. Po ti nuk duhet të ish në shkallën e heshtjes, duhet të dalësh më lart. Po ti ku shikon zakonet, kafenet, bisedet e tyre, çfarë shikojnë në ekranet, çfarë lexojnë, cilat janë gjërat kryesore që ata i shikojnë më të rëndësishmet gjatë ditës ose në jetën e tyre. Në një farë mënyrë ajo është rutina e tyre e jetës. Për ta, për jetën e tyre.
Ajo është feja e tyre. Ashtu ndërtuan. Atëherë, nëse ti në shoqëri të tillë qëndron i heshtur, nuk e plane. Nuk të shqetëson, nuk çosh mjes përkupohesh si unë tani do mundohem të ndryshoj diçka për mirë. Ti je musliman. Ti je musliman, nuk do thotë ti je pasiv. Po do të jesh këshillues në të mirë. Është pamundur. Kujt Allahu ja ka vendosur besimin e sinqert në zemër, thellë, është pamundur të rri pasiv. Është pamundur. Nuk rri dot. Nuk të rrihet dot. Do gjesh i fal që do ja përçosh mesazhin. Për ndryshe ke tradhtuar. Çdo marrëdhënie njerëzore, rregull tjetër. Çdo marrëdhënie njerëzore që kemi një person tjetër që nuk takon besimit tënd. Dhe ti e ke besim që ai është në të humbje. Çdo marrëdhënie njerëzore që lejohet tregti e tjera këton, punë, koleg, nëse ti nuk e patur rastin ti përçosh Islamin në një farë mënyrë, qoftë një herë, atë e ke tradhtuar, e ke mashtruar. Duhet besimtari të mësoj nëse thotë s'kam argumentet plota ti përdor gjatë ftesës time. Të mësoj. Pastaj më shumë kërkon çfarë kom bindje ke vetja jote një herë, mos jesh inferior, ti je shkrenar me fen tënd. Allah i beqatoft mirë.